Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell një mëngjes shpejt, thjesht, shishëm, ja vlen me provu, sidomos gjithë motrat që janë fillestare në kuzhinë, mund t'ja dalin me këtë recetë, nëse se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtij mëngjesi shumë të shishëm dhe të shpejtë. Na duhen gjevrej, pavarësisht për sa persona gatuani. Qofse përgatitni për një person, na duhet një tigan më i vogël. Qofse përgatitni për 2 persona, na duhet një tigan më i madh. Marrim gjevrejt dhe i ndojmë kështu në copsa, dikun rreth 3-4 cm. I vendosim në tigan. Tigani duhet jetë i lloji që nuk nxehet. Vendosim, lojmë pak hapësirë kur ta vendosim njërën nga tjetra, në mënyrë të njëjtë, coftoj dhe gjevrejkun tjetër. Unë jam duke përgatitur për 2 persona. Për atë arsye jam duke i përdorur 2 gjevrej. Mjaftueshëm është. Tash marrim kashkavall qumshti dhe e prejmë në copsa të vogla. Patjetër duhet jetë kashkavall qumshi. E ndajmë kështu. Marrim tiganin. Marrim kashkavallin dhe vendosim tek pjesët. Kemi bërë ndarjen e gevrejkit. Në mes të tiganit vendosim rreth 1 lugë gjelle me gjallë. Tiganin e vendosim me shporet. Ja vendosi kapakun. Dhe në temperaturë mesatare e fërgojmë dikun për 5 minuta. Gjevrejki është fërguar mjaftueshëm, ja largojmë kapakun, parim 2 vezë, ose i hedhim kështu të plota ose i tundim, ju hedhim pak krejt vezëve. Varësisht se si i doni. Unë do i tundi kështu me një pyro. Do i shtoj në mes. E përhapur masën kështu. Se për i shtoj përsëri pak kashkavall. Kam sottu në copsa kashkavallin. E mbuloj. Dhe do i fërgoj për 2-3 minuta kështu të mbuluara. Dhe masa është gati. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. E largojna nga zjarri, është gati për konsumim. Dhe mëngjesi është gati për konsumim. Ta ndajmë pak kështu. Dhe ta provoj se si ka dalë, vërtet ka dalë shumë i mirë. Ja dhe si duket, ka një pamje jashtëzakonisht të mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë, mëngjes të shpejt, ju bëft mirë. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.